Përshëndetje, Xhazirama. Se nuk po vazhdoj me rrugët, se ju e dini këtë punë në rrugëve. Rrugë. Mbeti Shqipëria rrugëve, mbetën dhe rrugëve. Se Shqipërisë i duhet rilindje. Do të bëjmë për Korçën, për Pogradesin, Devollin dhe Kolonjën, më shumë se ç'është bërë në 20 vjet para së Shqipëria nuk ka nevojë për asgjë tjetër përveç se për të pasur shtet. Se rrugë bëhen përpara. Ndërkohë që në këto 7 vite nuk janë bërë rrugë. Në fakt, tendera rrugësh u bën përpara. Është e vërtetë. U bën shumë. Rrugë u nisën përpara. U nisën shumë. Por një të mbaruar nuk e gjetëm. Dhe jo vetëm një të mbaruar nuk e gjetëm, por në shumicën prej tyre na u desh të rifillonin projekte nga e para, të rindërhynim nga e para, të ndesheshim me absurditete, me rrëshqitje kodrash sepse s'ishin bërë studime gjeologjike, me diferenca urash, këmbësh urash në rrugën Çukës Qaploç, e cila dhe ajo do të rimerret përsëri për ta përfunduar këtë katastrofë nga ata cilët krenohen që e mbushën Shqipërinë në rrugë. Është pikërisht sepse nuk bëheshin studime, nuk bëheshin projekte. Për të mos folur për garat, të cilat kanë prodhuar nga nisja dhe shuma fillestare e kontratës në përfundim edhe 3 fishim të fondeve të vendosur. Dhe unë i sfidoj gjithë të më gjejnë një rrugë në Shqipëri, ku nga inaugurimi me daulle rrugë tek përfundimi i saj, pjesa e ndërtuar para se sa ne të vinim në qeveri është më e madhe se pjesa e ndërtuar pas ne. Si thon rrugë, por Saliu nuk mbaroi asnjë rrugë. Hapi shumë tender dhe hapi shumë projekte për i la rrugëve të gjitha. Kush i ka mbaruar dhe kush ka bërë të tjerat. Por sigurisht që nëse po rritet volumi investimeve, kjo vjen se është forcuar baza. Dhe patjetër që do ndryshojmë tek ajo urë, sepse është absolutisht e paimaginueshme që qëndroj ashtu. Është thjesht çështje kohe, se kur do të ndodhë kjo gjë. Do t'u dheq fitoren e madhe. Se nuk po vazhdoj me rrugët, se ju e dini këtë punë në rrugëve. Rrugë. Mbeti Shqipëria rrugëve, mbetën dhe rrugëve, se mirë ka trajtuar. Kreu i shkatërimit të Shqipërisë, kreu i korrupsionit dhe krimit të organizuar, Edvin Rama, kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste që 80% të 4 kabineteve qeveritare, i ka në burg, në SPAK, të shkarkuar nga detyra apo në nënhetim dhe të aratisur ministra, zëvendës ministra, sekretar ministrish, të gjithë për abuzime me detyrën, pasuri të paligjshme, korrupsion pasiv dhe aktiv, për vepra të rënda penale, deri dhe në akuza për pjesëmarrje në grup kriminal. Përgjegjësia për çdo shkelje të ligjit, për çdo krim të kryer është personale e Ramës, pasi janë përzgjedhje ekskluzive e tij dhe vetëm e tij. Rama duhet të dënohet, ndëshkohet, duhet të largohet nga posti dje. Në të tilla sisteme përgjegjësinë e çdo kujt, përveç personit e ka 2 fish kryeministri. Kryetari i Partisë Socialiste mbi 40% të deputetëve të tij, nga 4 legjislatura parlamentate i ka të akuzuar, i ka nënhetim, të dënuar dhe në arati, apo të larguar në drejtim të paditur, për trafiqe, vrasje, vjedhje, korrupsion, shkelje flagrante të ligjit dhe shumë vepra të rënda penale. Përgjegjësia për çdo shkelje të ligjit, për çdo krim të kryer është personale e Ramës, pasi janë përzgjedhje ekskluzive e tij dhe vetëm e tij. Në bashkëpunim me krerët e qarqeve që i sugjerojnë ndonjë person tek tuk dhe krimi politik, fillon dhe merr përmasa në strukturën politike kriminale PS.
Kryetari i PS-s dhe kryeministri i Shqipërisë ka mbi 35 të kryetarëve të bashkive socialiste nën hetim, në akuza të shkarkuar nga detyra, të dënuar nga gjykata dhe të burgosur që vojnë dënimet për korrupsion, imoralitet, vjedhje, evazion fiskal dhe 10 vepra të rënda penale. Përgjegjësia për çdo shkelje të ligjit, për çdo krim të kryer është personale e Ramës, pasi janë përzgjedhje ekskluzive e tij dhe vetëm e tij. Përfshi drejtues politik të qarqeve që sugjerojnë emra dhe persona, dhe kështu krimi merr për masa. Kryeministri dhe kryetari i PS-s ka me mira punonjës dhe drejtues në administratën publike të dënuar, dëshkuar, nën hetim, por edhe jashtë hetimit, hajdut, njerëz korruptiv që i fusin popullit duart në xhep. Persona në administratë që janë pasuruar duke abuzuar me postin dhe popullin, që vetë PS në rrethe i ka emëruar dhe i suporton në vjedhje dhe korrupsion, teksa janë të gjithë të damkosur për paftësi, por janë blerësit e votës dhe shantazhuesit e votuesve. Janë këta që mbajnë kreun e organizatës kriminale në pushtet dhe prej tij marrin përfitime maramendëse. Përgjegjësia për çdo shkelje të ligjit, për çdo krim të kryer është e Partisë Socialiste, drejtuesve politik në qarqe dhe bashki, direkte ministrave për drejtorët që emërojnë, por kryesisht personale e Ramës, pasi ministrat dhe drejtuesit politik janë përzgjedhje ekskluzive e tij dhe vetëm e tij. Përgjegjësia e Ramës është e shumë fish dhe shumë shtresore, teksa korrupsionin e bëri sistem dhe diktatin e tij formë qeverisëse. Të tilla shifra korrupsioni dhe krimi financiar, ku me mirë administratë publike nga baza deri në kupol, ku ministra dhe vetë kryeministri janë të zhytur në korrupsion dhe abuzim me detyrën, në shkelje flagrante të ligjit, njerëz që Shqipërinë e kanë plaçk dhe shqiptarët burim zhvatjeje. Të tilla shifra pra, të tillë tregues, na bindin që Republikën e Shqipërisë e drejton dhe administron një organizatë kriminale me një kokë të vetme që është Edi Rama. Çuditem si mund të qëndrojë një qeveri e tillë ende në pushtet? Si mundet që ky kryekapobande e krimit të organizuar që quhet kryeministër dhe kryetari i PS-s, kreu i korrupsionit në sistem, i hemoragjisë demografike, i instalimit dhe shndërimit të Shqipërisë në qendrë më të madhe të trafikimit dhe trafikantëve të drogës, të jetë ende në pushtet? Si mundet ky mashtrues dhe vrasës kalibri i shqiptarëve, ky vegël e Sorosit dhe ushtruesi i veprave të pista në rajon, të jetë ende në pushtet? Si mundet që ky monstër publike të mos jetë arrestuar për të gjitha këto që kanë ndodhur në Shqipëri për 13 vite? Teksa gjithçka është bërë me planin, organizimin, në ndrejtimin e tij dhe me viston e tij, si është e mundur që Partia Socialiste nuk është nxjerrë e paligjshme si strukturë politike, teksa mbar të gjitha karakteristikat e një organizate kriminale apo të krimit të organizuar, kreu i së cilës është vetë kryeministri? Si lejohet akoma kjo shpur hajdutësh të menaxhojnë fondet publike të shqiptarëve? I pacipi maskara nuk jep dorëheqjen. Parlamenti nuk e shkarkon. Opozita është peng dhe me deputet dement politik, të përlyer gjithashtu. Presidenti një vasal në letargji. Drejtësia në fobi, e stepur dhe pa potencë për të vendosur juntën e ligjit. Po populli që duhet të jenë në rrugë. Populli që duhet të shndërrohet në bish. Ku është? Pjellat e etërve po aq kusar sa e tërit, po aq i leqare sa e tërit, por kopje e shëmtuar e tyre, gjeni mutacionuar, thellësisht të paaft. I mbajti Sorosi dhe leftistët e Amerikës në krye, i mbajti Basha, Tabaku, Gazi, Muli, Saliani dhe Bashallku. Në të kundër do të kishin ikur që në vitin 2017. Mbeten shqiptarët edhe pa rrugë. Megjithatë, Korça sa të ketë Europën pranë, ka për t'ja dalë mban. Niko Peleshi donte të bënte rrugën Korçë-Tiranë 1 orë e gjysmë. Dështoi, nuk kishte askush dyshim për këtë. Qeveria shqiptare me mosveprim dhe qeveria greke veprat e jashtëzakonshme në infrastrukturën rrugore e kanë sjellë prej vitesh vetëm 1 orë e gjysmë larg Selanikut Kosmopolit. Të falenderojnë fqinjët orë e çast. Kufit nuk ndryshojnë, çka qenë, nuk ka për të qenë më. Korça është dhe do të mbetet Shqipëri dhe ka 10 deputet dhe një qeveri që i meriton. Mast Channel. Please subscribe.